Kompenzimi i ushtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës në shumicën e rasteve është bërë përmes ditëve të pushimit. Kjo është një nga gjetjet e zyres kombëtare të auditimit, ku edhe si vjet vëmendje merr mos kompenzimi për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. ZKA thekson që kompenzimi jo i plot qoftë financiar apo me ditë pushimi, përveç që ndikon në motivimin e pjesëtarëve, gjithashtu paraqet rrezik që ministria të ballafaqohet edhe me tutje me paditë gjyqësore. Ministria në fund të vitit ka filluar të paguaj punën jashtë orarit të pjesëtarëve të FSK-s, duke i kompenzuar për periudhën janar-maj 2024. Megjithatë, pjesën më të madhe të vitit, në mungesë të buxhetit, e ka aplikuar kompenzimin me ditë pushimi, jo plotësisht është kompenzuar edhe pushimi. Në raportin e ZK-s për pasqyrat financiare vjetore për vitin 2024 të Ministrisë, thuhet se ky dikaster në këtë vit ka shpenzuar rreth 97% të buxhetit final, apo mbi 169.000 euro. E fushat me problemet më të theksuara kanë të bëjnë me menaxhimin e kontratave. Në raport përmendet se është hasur edhe në pozitat që kanë tejkaluar afatet e lejuara me ushtrues detyre. Në 2 raste, identifikuam se kishte tejkalim të afatit ligjor për mbajtjen e pozitës si ushtrues detyre. Pozitat mbaheshin me ushtrues detyre që nga data 1 tetor 2020 deri në kohën sa ne ishim në auditim, mars 2025. Komisioni i rekrutimit nuk ishte mjaftueshëm i kujdesshëm në parandalimin e gabimeve dhe trajtimin e dëshmive, nëse ato janë në përputhje me kriteret e konkursit. Mangësi nga auditori janë gjetur edhe në mallra dhe shërbime, specifikisht në menaxhimin e banave. Menaxhimi i depos së banave nuk është bërë përmes sistemit e-pasuria, dalja e banave te kampet tjera apo pacientët nuk bëhet përmes e-pasurisë, por bëhet në formë fizike dhe si rezultat stoku në depon e e-pasurisë mbetet i pandryshuar. Stoqet e banave të skaduara ndër vite janë rritur dhe mbaheshin në ambiente të papërshtatshme në regjimentin e mjekësisë në FSK. Gjatë procesit të auditimit janë ndërmarrë veprime për zhvendosjen e banave të skaduara në një ambient më të përshtatshëm. Raporti i auditimit më 2023 ka rezultuar me 5 rekomandime për të cilat ministria kishte përgatitur plan veprimi se si do të zbatojë rekomandimet e dhëna. Por sipas ZK-s është identifikuar se 2 rekomandime janë zbatuar, 1 ishte përsëritur dhe 2 ishin pjesërisht të zbatuara. TV1 ka pyetur për këtë zgjidhje këtë dikaster, por që deri në publikimin e kronikës nuk ka marrë përgjigje.